shpjegoj. Ky nuk është një kusht që vendos unë. Është kusht për të fituar zgjedhjet në Tiranë. Nuk është kusht që vendos unë. Ne kemi parë në këto 12 vjet që duke vepruar në të njëjtën mënyrë kemi korrur të njëjtin rezultat. Tani unë po them që kusht për të fituar Bashkinë e Tiranës, për të vendosur, për të zgjedhur në krye të Bashkisë së Tiranës një njeri të ndershëm dhe një njeri të korruptuar, është që të dalim me një kandidat jashtë partive politike. Ky është kushti që nuk e vendos unë. Ata kanë vendosur zgjedhësit. Kanë 12 vjet që zgjedhësit na kanë vendosur të kusht. E i thonë opozitës, do të fitosh. Doni të fitoni në Tiranë apo në Shqipëri apo kudo, duhet të ndryshoni. Duhet të hapni partitë, duhet të nxjini kandidat ndryshe nga ata që keni nxjerrë deri më sot. Ata e kanë vendosur kushtin, nuk e vendosur kushtin. Kjo është ajo që në cilën ne besojmë. Jo, është kusht për të fituar, nuk është kusht i yni. Është para syve të gjithëve. Është para syve të gjithëve. Çfarë duhet të ndodhi më shumë që të kuptoj opozita që duhet të dali përtej partive opozitare. Çfarë duhet të ndodhi më shumë? Sa zgjedhje duhet të mbasin më shumë se çfarë ka ndodhur? Çfarë duhet të ndodhi që të kuptoj që nuk mund të vazhdojnë të bëjnë të njëjtat gjëra siç kemi bërë, sepse nuk ka për të ndryshuar asgjë. Kishim zgjedhje para 3 muajsh, para 4 muajsh. Pse pas 4 muajsh do ndodhi diçka ndryshe nga çfarë ndodhi në maj? Mund të ndodhi diçka ndryshe. Nëse i thrasim mendjes dhe nëse kuptojmë që duhet të veprojmë ndryshe dhe duhet të dëgjojmë zgjedhësit. Kushtin e vendosin zgjedhësit, nuk e vendos unë.